أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندرينجل إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jemi në ligjëratën e radhës e treta me radhë, që realisht e kemi fillu para namazet e bajramit këtë ligjërat. Ajo është hutba apo hutbeja e shejtanit që do ta mbajë në xhehenem. Na kanë mendet të disa porosi dhe mësime konkrete nga ky fjalim apo kjo hutbe, e pastaj e mbyllëm këtë cikël dhe kalojmë në ciklin që jemi duke folur një kohë bukur gjatë këshilla nga urtakët. Thamë Allahu Azza wa Jall në surën Ibrahim, konkretisht ajeti 22 po dhe 23, dhe të ajeti 21-22 paraqet një skenë nga skenat më të rëndësishme të ditës së gjykimit, pra fjalimin e shejtanit, dhe ky fjalim mbahet pas gjykimit hynor, se kush definitivisht ka më merr në xhehenem e kush ka më hyrë në xhenet. Dhe na jemi mësuar zakonisht me dëgjuj hutbe, fjalime që nxisin për shpëtim, thirrje për shpëtim. Mirë po ky fjalim, kjo hutbe që do ta mbajë shejtani nuk është thirrje për shpëtim, por është një lloj deklarate dorëzimi, mohimi dhe dëshmie kundër njerëzve që e ndjekën shejtanin. Kjo thirrje, kjo hutbe përmbledh realitetin e mashtrimit shejtanor dhe përgjegjësinë individuale të çdo kujt para madhrisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo ngjarje zhvillohet pas hyrjes së banorëve të xhenetit në xhenet dhe banorëve të zjarrit në zjarr. Atëherë shejtani i mallkuar, i cili në dunjë i ka mashtruar njerëzit duke i dhënë krenari dhe i ka mashtruar njerëzit me dinamin e tij, në ahiret deli poshtrum alayhi lana dhe pranon hakun dhe të vërtetën. Për të arsye kanë thënë dietarët që ky fjalim i shejtanit është kulmi i zhgënjimit të pazuesve të tij. Për shkak se nuk i ndihmon ata, nuk e mbron askënd. Shejtani nuk merr përgjegjësi për askënd, madje i akuzon vetë ndjekësit e tij se ai nuk ka fare kinse, do thotë faj që ata e kanë ndjek ata. Shejtani mallkuar, Allahu tha në gjuhën e shejtanit: Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Allahu ju premtoi juve premtimin e vërtet. Dhe kjo është dëshmia më e madhe kundër mohuesve, saqë edhe vetë intriguesi shejtani alayhi lan e pranon se premtimi i Allahut ka qenë i vërtet. Çka ka qenë premtimi i Allahut? Se kush beson ka më shpëtuar, kush mohon ka më dënuar. Premtimi i Allahut s'ka është vërtet se ringjallja është e vërtet, se llogaridhënia është e vërtet, xheneti është i vërtet, xhehenemi është i vërtet. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Kanë me pa xhehenemin me sytë vet. Pastaj kanë me dhënë llogari për begati që Allah e ka dhënë. Andaj njerëzit në dunjë që kanë dyshuar shpallje, në ahiret edhe armiku më i madh i njeriu që ka shtë njeriu për kufër e pranon të vërtetën absolute. Dhe kjo është triumfi i hakut mbi batilit. Haku triumfon mbi batilin edhe në këtë botë, po njerëzit nuk e vrejnë. Mirë po qartë dhe dukshëm triumfon botën tjetër. Pasaj pjesa ajetit tha: o atukum fa akhleftukum. Dhe unë ju premtova, mirë po ju mashtrova. Premtimet e shejtanit mbi çka kanë qenë ndërtume? Mbi epsh, iluzion, krenari të rreme. Pse krenari të rreme? Për shkak se walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Se krenaria vërtet e kon Allahut, pejgamberit dhe pastaj besimtarëve. Kjo është krenaria vërtet. E pse në iluzion dhe nepsh? Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawa. A shata atë i cili e ka bërë Zot epshin e vet. Atë epshi, iluzioni, krenaria e rrejshme, pastaj mohimi, pastaj shtyrja e pendimit, zbukurimi i mëkatit, këto çështje i ka premtuar shejtani këtë dunjë. Pastaj shejtani prap ka vazhduar, i ka premtuar njerëzve liri pa kufi. Kënaqësi pa pasoja, kënaqësi haram pa vlas. Ka thonë që s'kan pasoja, a mëkati ka pasoja edhe këtë botë dhe botën tjetër. Pastaj pushtet pa moral, jetë pa përgjegjësi. Të gjitha këto premtime çka? Fa akhleftukum.
unë ju premtova, po ju mashtrova. Jon mashtrim. Për arsye e shejtani ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Allahu tha, shejtani premton varfëri dhe ju urdhon për immoralitet. Dhe kjo tregon metodologjinë psikologjike të shejtanit që e përdor me njerëzit. Friksim, joshje, pastaj manipulim dhe dikim emocional. Tha unë nuk kisha ndaj juve asnjë fuqi. O ma kene li aleikum min sultan. Nuk kom pas fuqi mbi juve. Dhe kjo normalisht është edhe parim i besimit e Ahlus Sunnah wal Jamaa, që edhe Allahu ka thënë Kur'an që kemi thënë ligjëratën e parë Bajramit, innehu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. Shejtani nuk ka pushtet mbi ata që kanë besuar dhe mbështeten Zotit. Andaj shejtani nuk e detyron njerin. Shejtani nuk e imponon njerin, nuk e kontrollon vullnetin e njerit. E dikush thotë, nëse shejtani nuk detyron, nuk imponon, nuk kontrollon vullnetin e njerit, çfarë roli atë pas ka shejtani? Ai çka bën? Thret. Ila an da'awtukum fastajabtum li. Unë ju kom thirr juve, ju keni përgjigj thirrjes time, kaç. Po nuk mjafton me thirrje, e zbukuron keqën, e sugjeron, e pastaj mashtron. E njeriu është atë pastaj që e zgjedh. Njeriu pastaj vendos, a më përgjigj thirrjes së shejtanit, zbukurimi i shejtanit, sugjerimi i shejtanit, mashtrimi i shejtanit. Dhe ky ajet rrezon mendimin e fajsimit të tjerëve për mëkatin personal. Po, shejtani mundesh me fajsuese të kajosh, mi po ti e fajtori kryesor që kero gjuna. Për arsye, pjesë e fajit mëkatit i e ma shumë tjo insan, o të njeri. Andaj, për kundër zbukurimit, sugjerimit, mashtrimit shejtanit, thirrjeve, joshjeve, ne du të bësavë dhe mos më ranë në mëkat. Se shejtani thret në gjuna. Pasaj tha, fela talumuni wa lumu anfusakum. Mos më qërtoni mua, qërtoni vete. Çdo gjykimit prishe çdo mitësi. Ka me vetë mitësia e vërtet, që e kanë ordhur një tjetër besim të vëshmëri. Zhduket çdo aleancë e mëkatit. Zhduket. Shkatërrohet çdo mashtrim ideologjik. Allah do të shkoni te ata të cilët e keni adhuruar vetë Zotit, kërkoni ndihmë për tyve, shpëtim, hajt shkoni te shejtani, te idhujt. Andaj ata që në dunjo ndjekin shejtanin, epshin, padrejsin, devijimin, kanë me mbet fikalli vetë të gjykimit me fajin e tyre, absolut. Dhe kjo është përgjësia individuale në Islam. Çdo njeri do ta barrën e gjunojt vetë, alaysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu nuk i takon asgjë tjetër posa sa që ka punuar vetë. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhin. Shejtani tha unë nuk jam shpëtuesi ju. S'muj më ndihmu. As ju se një shpëtuesit e mi dhe nuk mundeni me ndihmu. Pra, në ahiret, kur kush nuk e ban barë në askuj tjetër. Askuj nuk shpëton askën pa lejen e Zotit. Dhe lidhjet e interesit ka mushdu këtë gjykimit. Lidhjet e haramit. Edhe shejtani çka bën? I braktis pasuesit e vet, dëshiron me shfaqsu veten edhe plus ja hedh fajin atyre. Pra mendoni çfarë? Tradhtia në ato momente. Sa vështirë është, dhe kjo është kulmi i tradhtisë iblisore shejtanore. Ndonjë ai çka thot, më ndiqni mua, na ai çka thot, fela talumuni, mos më fajsoni. Pastaj tha, inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Unë mohoj atë që ju më keni shoqëruar mua më parë në ndonjë. Dietarët kanë thonë që shejtani çka mohon? Mohon bindjen absolute që njerëzit ja kanë dhënë shejtanit. Çfarë nuk kanë friksuar shejtanit, i kanë besuar shejtanit, i ngomba shejtanit saqë kanë menduar që shejtani ka pushtet absolut mbi ta, Allah na ruaj. Në shtrimin ndaj urdhëve të jam, shejtani dhe ngritjen e hepshit, do thotë e djallit pozit ibadet e adhurimi. E ka mohon shejtanin që dikush e ka adhuruar atë me Zotin xhelal. E mohon. Kjo nuk do të thotë se njerëzit e adhurojnë gjithmonë fizikisht tonë, por ju kanë bindë shejtanit kundër urdhëve të Allahut. E kanë ndjek shejtanin me rebelim ndaj Zotit dhe e kanë bërë epshin udhëhes të tyre. Për arsye, besimtari pra duhet që mos më u bind, do thotë askuj tjetër posa Allahut azza wa jall. Sidomos në gjunohe. Dhe çka mëson këtë kjo hutbe? Dietarët kanë zgjedhur mësime edukative shoqërore. E para është rreziku i propagandës së keqes. Shejtani përdor propagandë. Sot mediat e luajnë këtë rol për të keq. Çka bujnë? Shejtani përdor gradualitetin. Çashtu edhe njerëzit. Dhe sa të bëhet graduale. Pastaj
nga gradualiteti kalon në normalitet më katët. U bo normale me dalë të foto pislet që në për rrjetet sociale, televizione, pastaj zëbukuhimin e devimin. Dhe kjo më kohën tonë manifestohet. Propaganda imorale. Dhe thotë, pastaj moralin e shojnë diçka si të përpambetur, sulme ndaj fesë, pastaj unifikimi i jepshit, egoizmit, dhe të gjitha këto që shtjetë bëndën për shkak propagandave shejtanore, iblisore dhe njerëzore. Mësimi i dytë është njeriu është përgjes për zgjedhjet që i bonaj. Okej, tu kanë servu këtu, jo sfro për tyje. Mirë po Islami nuk pranon justifikim, më mashtoj shejtani, më mashtoj televizori, më mashtoj telefoni. Ja, torzim jo. Luft po, torzim jo. Andaj shejtani fton, pastaj njeri vendosa me zgjedh devimin apo mos me zgjedh. Për atë arsye, përdesa i kemi këto mekanizma, duhet mu pendu, pendimi është i domosdoshëm, vendisimi është obligativ, dhe lufta kundër nefsit dhe thot është rruga vetme e shpëtimit. Mësimi i tretë është e vërteta do të shfaqet plotësisht në ahiret. Mos ta bim punën me pa me sy të tonë vërtetën e pastaj pendimi s'ka dobi. Gënjeshtra, ku më di sa më dok ndonjëra fort zhduket. Propaganda, ku më di sa më kon njohse zhduket. E kota, ku më di sa më zhdukuru zhduket i të gjykimit. Çka ndodh? Realiteti zbulohet. Bie mashtrimi. Edhe shejtani dorëzohet dhe pranon humbje. Andaj Allahu është ai i cili është i vërtetë absolut. Premtimi i Allahut është i vërtetë, nuk dështon. Shejtani është armik i hapur i përbetuar njeriu. Dhe insani njeriu ka përgjegjësi si në aspektin e besimit edhe moralit. Dhe normalisht shoqëria kur e bën apo kur e normalizon haramin, çka nuk kuptojmë se është duke ndjek metodën e shejtanit. Dhe propaganda për moral të keq, shpijen e shkatrim, shpirtëror, individual, shoqëror, familjar. Mirë po prapë themi se udhëzimi është vetëm nga Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo hutbë e shejtanit për fund paraqet një nga skemat më interesante të gjykimit, edhe këtë Allahu e përmend pra në Kur'an, dhe paraqet se ka me dështu ai i cili mashtron. Wala aqibatu lil muttaqin. Ka me qenë i suksesshëm ai i cili tutët Zotit dhe është i devotshëm. Kjo hutbë e shejtanit dëshmon se vazhdimisht e vërteta ka me triumfu këtë botë dhe botën tjetër. Ama botën tjetër shifet më qartë. Wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil. Thuaj edhe e vërteta dhe është duke kota. Përgjësia personale e njeri para Zotit Xhelal. Shejtani pra, këtë dunja flet me joshi, të gjykimit me të shkrim. Dunja premton fitore, në ahiret e pranon mashtrimin. Dunja ndiqet nga njerëzit, në ahiret i braktisë të gjithë dhe njerëzit e mallkojnë atë. Andaj, për fund, kërkojmë mbrojtjen tek Allahu Azza wa Jall nga joshja e jepshit, nefsit, shejtanit dhe dunjos. Që Zoti në madh na forcoj imanin, besimin, na bëj për atyre që ndjekin shpallën hynore, na bëj për atyre që e menaxhojnë nefsin, jepshin dhe dalin faqebardh raport me luftën me shejtanin. Lutem Allahun që na bëj për atyre që pendohen para se të vijë dita kur pendimi nuk bën hajër dhe nuk bën dobi. Zoti të na smiri, walhamdulillahi rabbil alamin.